Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fox News dhe ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e titulluar Folk në Tradit. Emisioni Folk në Tradit ka për qëllim pasqyrimin e vlerave kulturore, artistike, folklorike, të kultivuara, të ruajtura dhe të trashëguara në shekuj nëpërmjet këngës, nëpërmjet vallës, nëpërmjet riteve tradicionale zakonore shqiptare, si dhe nëpërmjet të gjithë fakteve dhe dëshmive që dëshmojnë kulturën, dëshmojnë historinë nga ku buron kjo kulturë dhe këta thesare të ruajtura me aq kujdes dhe me aq virtyte nga të gjithë artëdashësit dhe që ka një shpirt patriotik përveç edhe shpirtit artistik. Ndodhemi sot me artistin, performues si skenës, këngëtar i njohur, i mirë njohur mund ta them, i Trevës nga Vjen, pra të cilën do ta zbulojmë dhe gjatë intervistimit, performues edhe brenda vetrojeve, por edhe jashtë trojeve në diasporë, i nderuari zoti Ndoc Fusha. Duke shprehur kënaqësinë për pjesëmarrjen në emisionin e titulluar Folk në Tradit, njëkohësisht i urojmë mirëseardhjen artistit Ndoc Fusha. Përshëndetje dhe mirëseardhje në studion Besa Shosh për të vizituar studion tonë dhe grupin tonë artistik. Faleminderit dhe respekte për ju. Kënaqësia është e imja dhe vërtet ndihem shumë i lumtur kur shikoj një pasqyrim vlerash të Trevës nga vini ju, sepse këta vlera janë thesare për të gjithë shqiptarin kudo që ndodhen dhe shpresoj që ti mirëpresin me mjaft dëshirë dhe ti ndigjojmë nëpërmjet këngës, nëpërmjet atyre që ka ju të shprehni. Së pari, Ndoc, unë do ta nisja tashmë për telespektatorin nga vini dhe kush jeni. Unë jam Ndoc Fusha, vin nga Bajraku i Shoshit, Dugazhin, datëlinja 73, dhe kam emigruar disa vite, jam kthyer këtu prapë në vendlinjen time, mas disa kohësh, dhe gjatë jetës time dhe gjatë historisë tjetës time, mendom se të funksionojmë dhe një diçka të tillë për folklorin dhe për traditat tona të lashta. Është si ta ndigjoj nga një artist me preku fjala aq që kam emigruar dhe jam kthyer në vendlindjen time. Të janë vlerat e një patriotizmi dhe një shpirti patriotik, sepse vetëm në vendin tënd është gjithçka vlerë që mund ta gjeje artisti dhe mund ta gjejnë gjithë shqiptarët atë që ka kërkojnë dhe jo në emigracion. Pa dash ta politizoj, pra pesha e fjalës, pesha e asaj që kërkohet është vetëm në vendlindje të nderuar teleshikues dhe me fjalën e artistit emigrova po u ktheva, përmblidhen shumë në këtë fjalë. Vërtet me emocionove, po tash brenda këtyre emocioneve të pyes si ka nis rrugtimi juaj artistik që dhe ju ka bërë që të riktheni në vendlindje, sepse shtysa besoj është rrugtimi artistik i juaj. Si janë zënafilla kur ka nis ky rrugtim artistik? Rrugtimi jonë artistik është sepse na kena një tradit edhe nga të parë tonë, kryesisht edhe nga baba, ka një këngëtar bajagi i njohur i asaj kohe, i këngës a capello, ma e kraj dhe i këngës me shifteli. Po ashtu atëre mundom dhe na me marrë prej pasionit këtë zanat, sepse ne jemi 4 vëllezër, vllai i madh është dhe do të paraqesim tonë, është pjesë e grupit tonë. Ishte një këngëtar shumë e mirë në kohën përpara demokracisë dhe ne ishte si mësuesi joni kryesisht, por edhe na pasioni shumë i madh për ta. Me ardhjen e demokracisë u shpërban shumë gjana për mënyrë jetese, jo për një degradim tjetër. Dhe ju larguame për të jetuar më mirë, mor me emigrimin, mor me toka të tjera, praktikisht më pak shumë vëllëvene një pjesë e madhe. Por rikthimi nga mërgimi këtu ishte për të bërë diçka për zonën, për vendlinjen, për të ardhmen, për të bërë historinë këtu, jo në vend huaj. Dhe ju ktheva mas shumë vitesh, do më thani u kthy me folklorit, traditave, gjanat, me ruajt një diçka për brezat që vinë. Dhe
një niknasi për te punës, për te jetesës, kjo është vetëm niknasi shpiritërore dhe kjo është gjoja që mu shqenë më shumë e më gjatë ditës dhe gjatë jetëseme. Natyrisht vetëm përgjigja e këtyre fjalëve është shumë domethënëse. Vërtet muzika tashmë, sipas asaj që ju dhe vete dëshmoni, është një gen familjar i trashëguar, sepse po kur një gjë që vllai ka qenë një mësues i madh, kjo është vërtet një shprehje tamam, si të thosh, mund ta quaj me melankolike në por është diçka, një respekt dhe mirënjohje dhe për ata që e kultivojnë brenda llojit muzikën. Unë të shikoj një studio, sepse më preke kur the erdha të krijoj një studio, të krijoj diçka që të shërbej traditës, që të shërbej vërtet atij tabanit përveç shpirtit adhetar dhe patriotik, por edhe tabanit folklorik, të cilin ju e keni kultivuar me kaq pasion. Duke vazhduar emision, ndoshta kam diçka tjetër, por do të ndalem te kjo pjesë në improvizimin e kësaj studio. Kush është ajo, ndoshta është investimi joti personal, apo është dikush që ju ka dhënë një ndihmës, apo si u lindi kjo? Faktikisht ne jena një grup i rilindur thuja, sepse shoshi ka pas grup artistike nërmat njoftarët në trevat e Dugazhinit, por me shkarrimin e, domethënë, pjesa e komunizmi ishte pjesë tjetër, nuk po fut në atje. Dhe ma shumë vite e demokraci, shtysa e këtij organizimi dhe këtij krijimit grupit ishin kolegtë e mi, të cilët kanë të gjithë më shumë moshë se unë, dhe ata janë pothuaja prindë e mi e kësaj pune, dhe mua më pasionuan, më pashin se unë kam një oreks për të bani diçka, por nuk e kisha atë guximin vetëm se nuk e kisha eksperiencën dhe provojnë e dyre. Megjithëse ata ishin më të mëdhej, siç thua ti, pasioni ishte më i fuqishëm tek ti. Dhe ta beson ty këtë punë dhe t'ja arrite këtë besim të atyre t'u shpërbleksh me këtë studio. Jam munduar me shpërblyer, por gjithsesi në era medet e tyre, sepse organizimi i parë dhe bisedat e para Kurimi Bashku kanë e kolegëve të mi, si ma vonë ta prinifni, janë veteran të këngës, poet, instrumentista, domethënë janë të gjithë më të njoftën se unë. Dhe bëm një derë qatë përbashkët. Investimin është ta nera mbet mua, por minimum kanë edhe kolegë të shokët e mi. E thua në mënyrë shumë të bukur, ndoshta ndera më mbetet mua, unë kam dëgjuar dhe më vjen shumë mirë që ti e shpreh dhe e shpërndan, por edhe nga kolegët e tuaj tashmë që kam thujsa njohje me shumë artistë të kësaj treve, të kësaj zone, dhe kur gjejnë fjalë admiruese për këngëtarin ndos fusha për këta investime, për këtë rritje vlere, unë më vjen mirë që dhe ky e shpërndan me njerëzit e tij, paqka se shpirti patriotik i tij ka sjell këta që ne shikojmë këtu sot. Pra nuk janë vetëm relike, janë dokumente dhe fakte që flasin mbi historinë e asaj zone të nderuar teleshikues. Ju jeni edhe një këngëtar i performuar tashmë, brenda skenës natyrisht, por dhe jashtë trojeve, dhe në diaspor, dhe shpeshere ndigjojmë që ndoci na humbi, thonë thojza, sepse vërtet i merr malli që të shikojnë dhe nga afër ta ndigjojnë zërin tuaj live. Ne kemi shumë për të folë, por duke qenë si e këngëtar ju keni shumë këngë patriotike, melankolike, me tematik nga dashuria me radhë. Unë për kënaqësinë e emisionit ndoc dua që edhe për teleshikuesin, duke qenë se kemi shumë për të folur, dua që të na përshëndetini me një këngë. Natyrisht asaj treve këngën është në performancën tuaj për t'ju rikthyer bisedës tonë përsëri në studio.
kjo, Shqipe lirën e për hava, sa ka leshat me gjumleta, veç martir rritën e djepa, Haxhi Begun të curi topit, e varësen vigajt e shoshe. Pushat lingu juan rëthim, nim këthirën e dukazin, dit veshtir po një fetmiku, rakan huta të preqeliku, di gje shkodra ty me flok, në ton qalnat për mizjak, Mehmet Pasha rezikzi, me pa kryje pa ushti. Suk me sukne tarabosh, Hafiz Pasha I dauletit, me si qyqe përse shkretit, vale shqipesh në fusht miletit, duka gjini jala vetit, qmenën topat me qart malin, me gazhub gjylet po inalen. Si e male, krate shqipes flamurtare, Turgut Pasha I turko shokut, Drallin ager me pikat vropit, Kralj Nikolaj Malizi, duka gjin me t'palavdi, duka gjini shka me kur, gjak ne zemmer, o marën e flamure. Faleminderit. Zemra të këndoft e zani kur të mos të ushterroft. Shumë faleminderit. Pra ishte këngëtari Ndos Fusha me një këngë ku përmbledhet një histori. Është kënaqësi të kesh përballë këngëtar të kësaj treve, ku nuk mungoj as shpirti patriotik, por as shpirti I këngës. Gjithmonë historia e këtij vendi është lartësuar nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet vargjeve dhe nëpërmjet interpretimit të këtyre këngëtarëve të kësaj zone. Ndos të flasish me ty duhen shumë kohë, duhen shumë ndoshta orë emisioni, por unë dua të prek pak edhe të kthehemi pak bisedës më herët tek kjo studio me kaq vlerë, qoftë artistike, qoftë dhe historike, mund ta them nëpërmjet fotografive, nëpërmjet këtyre shumë gjërave që ti I ke vënë në mënyrë tepër të kujdesshme, dhe ajo që dua të pyes është kjo. Vërtet kjo trev ka shumë këngëtar, vërtet kjo trev ka shumë patriot. Kush është fusha më e ngushtë dhe me kë ke pasur bashkëpunimin më të ngushtë artistik gjatë kësaj rrugtimit tënd në këtë karrierë artistike? Unë këto Barna grupi tim kam, po e vetë mundësia me njohë nështë dhe ma vonë, kam një patriot këngësh, një veterant, si luan këngën Maja Krahit, luan Bylbylin, Fyllin, Gjethen, kena zotin Gegzefi, është e me njoftën, afër të 10-ave tash. Te përshëndesim, ndoshta do kena mundësinë dhe ta kontaktojmë edhe ta shikojmë në emisionet tjera, shpresojmë. Edhe ky një nër ata si
ju ka thye emisioni ose anë rati s'jushin fmini dhe nuk është vonë kurrëherë ju kthye bashkë me ne dhe kena një legjend. Për hil të moshës që thua, shpresoj që ky të jetë një frymëzim tek ju. Është një frymëzim dhe ne njek hapa hapit, mërna dhe jashtë gjithë ku shkojmë, domethënë është djalë i ri mes nesh. Djalë i ri me shëndet. Gëzohem që një gjë këtë fjalë sepse gjithmonë muzika të rinon dhe artisti kur nuk vdes dhe kur nga nëpërmjet këngës, por kur nuk mplaket sepse e rinon kënga. Ne si grup kena fatin se mërna vetvetes kena dhe tekst shkruesa, kena historian, si din me zirë historin me rajmet e mend, domethënë me imnua pikin mi, si që është Prel Milani, një profesor i kësaj fushit, kena zotin Gjëm Kosteri, mërna grupit, si luan gjitha veglat e muzikës, këndon dhe na bën tekstet nërmat preferumet, dhe kena favorin se i kena dhe pa koste, se i marë mërna për mërna, se na nështë edhe për ka ona financiare vujmë, në herë këtë i mulojmë vetë. Dhe bashkëpunim kemi të gjithmonë bajagi, ma shumë se masnit, do më thonë gjatë veglat, gjatë realizimeve me zotin Gjevalin Shani dhe përshëndes, këngëtari tashma i njoftën në gjithë veri Shqipërisë dhe ma tutje. Dhe kena pjesë tonën, aty kena bonim, aty a i ka eksperiencë, a i ka mjeshtrinë e duhur, ne dënë fërët e domë dhe kështu, rritëm i të gjithë së bashku. Pra këto, i kena bashkëpunimet mërna vetë si nuk kena nevojë mu largua për kesve, për këtë grupit bashkëpunues. Pra ju një, tamam në mi fjalë, ta themin themelues i grupit së bashku me këta që ti përmende, dhe natyrisht që ky përkujdesje që ju të regoni në këtë përzgjedhje qoftë elementit artistik, qoftë tekst shkruesit, pra që vërtet të pasqyrohen vlera historike të bazuara në fakte. Vërtet. Kjo është gjëja më e mirë sepse kjo ne një mund të punojmë së bashku dhe të bëjmë një diçka të gjithë bashkë. Po, ju përgëzoj për këtë përzgjedhje dhe, por duke qenë se ju jeni kaq të kujdesshëm, do të thotë që historia, kënga, folklori janë thesaret e një kombi. Sepse kulturat zonale, kulturat e trevave përbëjnë dhe vërtet kulturën e një kombi. Dhe ju po e runi në mënyrë me mjaft fanatizëm, që do të thotë duke u bazuar vetëm mbi vlera dhe fakte. Natyrisht, duke qenë se je dhe themeluesi i këtij grupi, shpresoj që do të na premtosh që ta kemi grupin tënd të mbledhur, paqka se ndoshta ata nuk ndodhen për momentin, sepse migracioni është një plag e pashërueshme tashmë për gjithë kombin, por ju shpesh herë gjeni kohën se rrjetet sociale pasqyrojnë dhe punën tuaj, dhe kjo që the që vërtet nuk kemi fonde, duhet punuar për artin e kulturën, por shpirti patriotik e këngëtarit gjen mundësinë për ta pasqyruar atë vlerë që duhet, dhe sidomos në zonën tuaj, që vlerat janë të pashmangshme dhe të pashtërrueshme. Ndoshta ju jeni rrugtarët e asaj që doni të pasqyroni, sepse edhe misioni vet Folk në Tradit ka qëllim kultivimin e këtyre vlerave të ruajtura, pikërisht nga këta artista dhe artista të tjerë, të cilit po i transmetojnë në përbreza nëpërmjet këngës, valles, kostumografisë, riteve tradicionale zakonore shqiptare. Atëherë, nderuar artisti Ndoc, duke qenë se jemi edhe teleshikuesi mirëpret që të ndigjoj këngët e tua, ju keni një repertor mjaft të pasur, por me që jemi dhe te tema paka shumë e kurbetit dhe këtyre dashamirësve të artit që e kanë dëshirën të jenë performues, por që nëpërmjet ekranit të televizionit Fox News, ti sonte ju vjen dhe shprehim nderimet tona për ekranin e televizionit Fox News që na jep këtë mundësi për transmetimin e këtyre vlerave. Repertori juaj mjaft i pasur, por unë dua të veçoj një këngë, të cilën ja këndoni dhe ja kushtoni, pikërisht thujse me një tematik nga kurbeti.
sot si jeve në linja ime. Hapa, hapa, jam afru, rojet zemrës tu im njoshtu, me lot shpirtit atë ditë qava, e kishin mbyllë deren për jashtë. Thira bab, thira nan, thira moter, thira vëlla, lutjet për zgjidhje nuk zgjedhen tokën time me taj vetëm. Thira bab, thira nan, thira moter, thira vëlla, por gurbetin a kondo, gjallë me kene mos me u pa. Kanë me vetëm bjeshkevri, shnihet fylla se qifteli, në prag të ders jam ullë prej malit, tu I kuven me zoq të malit. Ata veç ma shtuan mërzin, e kurit veta për malsin, për pak parën lete huj, mos e humbini venin tuj. Thira miq, thira shoqni, as kur zanin s'pëmani, lutje për zgjidhje nuk zgjedhen tokën time me taj vetëm. Thira miq, thira shoqni, as kur zanin s'pëmani, por gurbetin a kondo, gjallë me kene mos me u pa. Sina erdi kështu kjo jet, po ja u them një fjallë vërtet, gjama shtrejt nuk kon këtë jet, pasuria e pare jetes, kur je bashk me njerëz të zemrës. Sa herë vini me jek mallin, ku ke zemër ke me vëllon, koha erdh me thon një fjale, mirë se erdhe në sofren tone. Sa herë vini prej kurbetit, një grush dhe merr një me veti, merr një larkat jenë let huj, pak dashni prej venit tuje. Ju këndoft zemra. Shumë falënderes, zoti drejt. Vargje prekse, vërtet, ajo ku shprehej në kurbet merr një grusht dhe me veti. Pra të nderuar teleshikues. Gjithmonë artisti ka ditë të prek zemrat, të t'i këndoj trimërisë, patriotizmit, por edhe atë dhe dashurisë, dhe shembulli I këngëtarit Ndos Fusra që thot isha dhe u ktheva. Kjo është një frymëzim për të gjithë dhe një shembull për të ndjekur. Pra në vendin tënd, në sofrën tënde, në dhatarizmin tënd, gjendet parajsa e kësaj bote. Unë të falenderoj përzemërsisht. Rrugtimi juaj është një rrugtim që lën mbresa edhe tek të tjerët, por edhe pasioni juaj është një pasion shembull frymëzimi për të tjerët.
Pa tjetër që këta gjurmë që ti po lën së bashku dhe me ata që ka përmende koleget e tuaj që shpresojmë një ditë të bukur t'i kemi përsëri në këtë ambientin tonë, do të jetë diçka edhe bukur, por do të jetë edhe një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin sot dhe ndoshta do ta mirëpresin një emision të tillë me asamblin e këtyre këngëtarëve, të këtyre dashamirësve të artit, të Besa dhe Shosh, natyrisht i udhëhequr apo i kryesuar nga artisti Ndoc Fusha. Ndoc që ta vërtet na prekin emocionet e fjalës, por që ta zbusim pak bisedën, ta themi më popullore. Kush ka qenë një këngëtar i preferuar në fëmijërinë tuaj që ndoshta kishi qëllimin të arrisja apo një shembull frymëzimi në veten tënde, nga këta të kësaj treva apo të kësaj zona apo edhe më gjërë? Këngëtar zona ka pas këngëtar të mirë të asaj kohët, ka lëshët. Po nisi ka me legjend e folklorit në Dugazhin ka kanë Indiri Mhillçuni. Ai ka kanë një poet, një këngëtar i veçantë, po thuaj edhe mund të jenë një këngëtar mund të themi pa rritshëm, si Mhillçuni. Tek shkruesi Sterian, këngëtar shumë i pastër dhe i ka kënu gjitha kohra, gjitha brezave. Dhe në atë kohë zhvillimet i kena pas, dhe më thënë nuk ka kanë jetë e zhvilluar, si që dimi, radhje kena pas, por i kena njek ato një atë orë, kur na dalken emisioni, edhe mrena dhe jashtë atë dhët, i njek shumë këngët, por jashtë zonet ka pas këngëtar tjerë sa duhet. Pra nuk ka qenë zhvillimi, po kanë qenë interesimi për ta ndjek folklorin e këngëve. Të ndirin syk pa pleka, ata kam pas, dhe më thënë, njërin që kam desht ma shumë e ma në folklor kur, edhe je shkur të shkoj, po ka lanë në zhurë mrapan. Pra kanë disa hëndra që na kanë shtynë ti me kanë dikushi, me një rrugën e tyre, po ambarësisht ata janë parri që. Po, vërtet në emisione dhe nostalgjia e kujtesës së këtyre këngëtarëve është diçka mjaft e mirë. Më kujtove dhe përmende të ndjerin syk pa plekaj, vërtet një jetë mjaft të shkurtër, por me një gjurmë mjaft të madhe. I paharrush. Të nderuar teleshikues, të flasësh për jetën e një artisti, nuk mjafton një emision televiziv. Me Ndocin kemi shumë për të folë, me artistin Ndoc dua ta theksoj, sepse ky te i kalon për masat e një artisti, po nuk mund të gjej ndoshta një fjalë që ta përgëzoj më të mirë se fjalën artist. Ky ka bërë shumë për këtë trev. Minutazhi i emisionit tonë janë të limituara, duke shpreh kënaqësinë që e kisha sot në emisionin e titulluar Folk në Tradit, duke shprehur gjithat emocionin tim, adhurim për këtë artist, për këta vlerat pashtershme, por duke na premtuar se në të ardhmen do të mbledhish grupin, besoj që ta kemi një intervistim më të gjerë, natyrisht është edhe një premtim që po ja bëjmë publikut, a? Edhe unë të falenderoj për këtë. Ju rikujtoj se emisioni Folk në Tradit vjen çdo të mërkurë në orat 18:00 këtu në ekranin e televizionit Fax News. Të gjithë artistët që duan të marrin pjesë dhe janë të interesuar të jenë pjesë e emisionit tonë Folk në Tradit, mund të na kontaktojnë dhe në numrin e telefonit 068 41 06 799. Pra noc, edhe një herë kam dëshirën që publiku, përveç aq sa folëm, të na përshëndesësh me një këngë dhe duke i lënë në shoqërinë e këngëtarit Ndoc Fusha. Vërtet ndonjëherë shterojnë dhe fjalët kur ke një artist me performancë përpara dhe duke folë për artistin duhet i këndoj gjitha këngët, por kjo është e paarritshme, një këngë të kënduar për nga ju, duke ju lënë në shoqërinë artdashësve që ju ndjekin, brenda dhe në diasporë nëpërmjet ekranit të këtij televizioni. Të nderuar teleshikues, ju uroj natën e mirë dhe këngëtari Ndoc Fusha ju përshëndet me këngën të cilën do t'ja lëm në dëshirën e këtij dhe në shoqërinë e këtij këngëtari ju uroj natën e mirë për sante. Miru takofshim të mërkurën e ardhshme, ora 18:00. Pra, këtu në ekranin e televizionit Fax News.
Sherme oba mora syni zëzinit, njaj prekni ka vo me gjithë vla, nishan li more der me za, I kish fal zoti o per marak, harushan ashtatin bayrak, sa ju dual remi mustakut, ju ban bab shtyllave konakut, nuset mira ju kishte zan, sa bin vjeshta per me I mare. Sa to me I paguve, me thavathin jos po muj, me I mar barq mores po dikuj, thot po ishe si kije te kularit, me u bleshe ju nazat prejarit, shtergon jemi tove ban shtektar, me I qua shkoderon e pazar, me shitije te me I bagrosh, shkani djenë more, arshish noshe. Jem kan mri, dali ka dali morën pazar kan hy, tu I ra tregu to me zan ven, marshallah more gjithë kush javan, sa vaqu e djeli im gjes, pasha turk delin e kali sherbes, me birsyni to po I shikjon, e kje vet fort pasha po ju lagmon, po I han sy shovaj falqezi, me plaçkit këta dy djelm trije. Shavoran në ran, veç për shër more me shtima han, prej ka kem o djelu të ri, t'palaj shoshit more jemi të dy, sa janë kijet ju pa s'ka than, nimi grosh ma hene me lan, pag si shtrejtoj pas keni majt, ma si kijet si keni tajt, ju dikun oj keni grabit, kjete hu e sula me shite. Qka jetu I than, se kita janë veç kijetan, me duar tona voj kena rrit, jo kur kun vo
si kemi grabit, më shkojnë me një me kujtuve, se i merkije to pa i paguve. Kjo shmarak more me o mat me ne, zbriti prej kali to këtu në ke, se me gjallë s'pot mushim sy. Dy kobure i kemo per tyje. Shatur kovur non zaptijet, me vëmardjem vet more varm te kijet. Njaj preknike ko zjerë valtin, e vdek mas parit pelen zaptin. Pushke dytë por si rëfe malit, bjen per mysë more pashe prej kalit. Kov marrë verë një zërë me flak, krejt pazari është lë me gjak. Lufte male u bëje zeri, kan me djem po shave vaseri. Shoshit fjalla me rini, kjo në knon tani duka gjini. Kur muar vesh njoj baba i vet, bani me vet, jo hej me det. Thue djep të mu kani friguve, si nuk në lavo me një muve. Hajde bre babë more bani gajiret, jemi te tutrima me felet. Kanë vra pashen mes të pazarit, krye per krye me kjet kularit.